këto kohë kam qenë shumë në ankth dhe jo për diçka konkrete, thjesht nga mendimet. Mendoj gjëra, po sikur të më ndodhi kjo, sikur të më ndodhi kjo. Edhe pse nuk ka prova për këto gjëra që mund të më ndodhin. Ka 4 muaj në këtë gjendje dhe s'po më largohet. Herë bëhem mirë dhe herë më rikthehet. Edhe pse lutem, edhe pse falem, edhe pse bëj dua, prap më vjen kjo frika për të ardhmen. Kam frikë për të ardhmen, them po sikur të mos përfundoj me personin që jam tani, edhe pse jam e ndershme dhe ai e di këtë gjë, kam frikë mos ndodhin gjëra që të vejnë ndryshim deri në tim. Vallai o motra ime, unë mendoj që ti duhet fillosh urgjentisht ilaçet. Për Zotin e madh. Sepse nga ngacmimet e shejtanit dhe vezveset e shejtanit ti ke kaluar në psiqik. Dhe nuk është ofendim, kur i themi dikujt ke kaluar në psiqik, nuk është ofendim. Thjesht duhet me morë ilaçet se tu ka kput në tel aty mrena, e kam frikë se fillojnë kputen dhe të tjerat, e ke për të lujt menç. Kështu siç e ke nis, do shkosh drejt shmendurisë. Kështu që o hiq dorë për këtyre muhabeteve dhe thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe mos i mendo këto gjona dhe shif jetën tate sikur s'ka asgjë dhe kështu duhet veproj besimtarja, ose për ndryshe bjeri vedit mrapa, thonë shkodront, se ke për kalu në çmenduri, kështu si që ke nis. Ka arsye që një musliman apo një muslimanet të dojtë dyshim sepse ka mundësi, se po si kur smur e mund. Shëllitje ka kur smur, shkojmë në spital, bëjmë ilaçet. Kështu që këshilla ime është ajo e para, që mos i kushton rëndësi, hidhi mas shpinën këto mendime sikur se ekzistojnë, edhe kur të vinë qesh, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kaq. Edhe jenë rregull. Nëse s'ke forcë dhe fuqi me bë këtë, filloj ilaçet. S'ka zgjidhje dytë. Kështu siç jeti do të shkatrosh veten tate, do të shkatrosh jetën e burrit tat, do të shkatrosh familjen tat, do të shkatrosh gjithçka. Çka ka të bëjë me ty do të shkatrosh gjithë. Se do të fillojnë edhe gjëra të tjera pastaj. Dal nga dal hapen dyrë të tjera dyshimeve. Kështu që o mbylli derën këtij muhabeti që është fillim dhe thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe këto mendime sikur se ekzistojnë dhe jeta vazhdon normalisht dhe këtu e ke fituar luftën, ose filloj ilaçet lale se i Zotit di se ku do të përfundojsh.